Na thojna e ku e shmjat korit. Shumë e vërtet. Po besoj që ata nuk e di. Po ata këto e bojnë me vedije të plot, përderisa jemi popull që nuk reagojna, që nuk bojna ankesa, që nuk e kena prioritet të ardhmen, po veç sot që shpo kaloj. Që shpo fitu. E jena në gjendje me i kalu me orë tona në rrjetet sociale, po ju me e bo një ankes, e që tash kisha dashur me i përmend, do më thonë, edhe me e nxjerr djemt në ekran ta më në faqen ku mundemi me i dërgu ankesat. Po, ndërkohë që folki Valentina, unë e gjeta një foto që e ku më bon me 7 shkurt 2026-ës, ngjyra të flokëve, që kanë pas afat prej 14/3/2022 deri me 14/3/2025. Do më thonë në mars të 2025 të si ka dalë afati ngjyrës flokëve, a unë e ku bo fotën me 7 shkurt 2026. Do më thonë fix për bjen, bashko me jaqu regji, se në ta qetë në ekran, për bjen 11 muj produkti me qëndru pa fat, edhe ato kogja market me emën është. E kjo më me ka damshme që dhe me rafla, për shkak të... Pare shtetit... Ka ke raportu? E kum raportu, po më komendu që inspektorati i komunës do të më marrë me këtë qështje, e mandej e kuptova që i tregut edhe mos më trajt edhe në shtasit gjithë tjertë të prit me boni diçka pak më të madhe e kum lënë krejt. Realisht nëse se shtetar... Po veç në momentin kur kum reagu edhe kum thonë shqitjes që, kum pa që mas 5 minutave jënë largu prej raftit. Kështu që edhe kjo një kontribut modest, mi mbrojt krejt ato gra që ngjyrosin flokët, mos mi ura 10% më në mujet. Edhe pse mi raportu e këshin marrë një gjobë të mirë, kështu që kishë qenë mësimi mirë për biznesin në për të ardhmen, sepse na e vedesojmë po thua, se në herë kom përshtypjen që prap dikun, nuk ka mundësi një market me guxu me bë krejt këtë shkelje, nuk ka mundësi, po sigurt i manipulojnë edhe veç ata inspektorë që i shkojnë se besëm që nuk ka mundësi mbrena mujit mos me i pa një 5-6 parregullësi edhe këgjat mëdhaja.